Dhe tek ajo e Jugut, po janë ndinjuar në fakt me një fotomontazh që ka qarkulluar në rrjet. Dhe që unë pata guximin ta hidhja. Ku tregojnë si dele qarqet që kanë votuar Partinë Socialiste dhe si luftëtar ato dy qarqe që kanë në veri që kanë votuar Partinë Demokratike. Dhe ndër të tjera, këtë foto e shoqëron me shkrimin: me marth turp që jam nga Jugu, lëshohuni dhe shani sa të kënaqeni tani dele me IG falso, me Instagram falso. Përse? Përse kjo revolt ndaj jugorëve? Shiko, nuk është revolt ndaj jugorëve kjo. Unë e di që Jugu i Shqipërisë në pjesën ndërmuese është i majt. Dhe unë këtë e di. Por, që të performosh 12 vjet, të performosh keq, të shkosh të shash shqiptarët në shtëpitë tyre, ti quash qyryk, ti quash çdo gjë që ai ka përdorur për fushatën, dhe të mos u prezantosh asnjë program, dhe gjithë fushata është duke sharë kundërshtarin dhe pa paraqitur asnjë program elektoral, dhe të fitosh kaq shumë, atëherë më fal, po këtë nuk më nxëturi, kjo mua nuk më duket normale. Dhe nuk e kam unë me socialistët që besojnë tek partia e tyre dhe votojnë partinë e tyre. Se patjetër ka njerëz që votojnë gjithmonë të njëjtën parti sepse janë majtas. Dhe pa diskutim janë shumë të respektuar. E kam me të gjitha ata që kanë shqitur dhe kanë blerë votën. E kam me të gjitha ata që ulin kokën dhe bëjnë sikur nuk e duan, po ndërkohë, po ja se unë kam një vend pune se më heqin nga puna, se kam. Përse kanë shqitur votën? Nuk jetohet. Julia, përse kanë shqitur votën ta shqiptar? Atë e din ata përse kanë shqitur. Sepse janë varfër pjesa më e madhe. Se varfëria të bën të shesësh votën, mos dish vlerën e një vote që vlen për 4 vjet të jetës tënde. Janë të varfër dhe varfërinë e ka krijuar ky që është në krye të pushtetit, nuk e kam krijuar unë. Çfarë është ofruar? Janë ofruar para, janë ofruar para, vende pune, mbajtjen e vendit punës, janë ofruar ka dhe nga ata xhanëm që një muaj fushate e kanë pirë atë dopjon e rakis pa lek se ka paguar ai deputeti i zonës, e kupton se ka dhe deri këtu shkojnë. Kështu që edhe atë ditën e votimeve i ka paguar 2 dopjo shpejt ai dhe ka shkuar te kutija e votimit. Çani për çfarë do flasin? Për këta parazitë do flasë, se këta janë ata që e prishin rendin edhe që nuk e ruajnë demokracinë e vendit. E dija që Jugu ishte i majt, nuk prisje ndonjë surprizë. Po nuk prisja këtë rezultat. Jo kaq. Jo, po është, nuk e di, domethënë është jo normale, domethënë ta kthejmë prapë Shqipërinë ku ka qenë në vitet 90. Shiko, Bruna, se unë nuk e kam një gjë këtë personale, vërtet nuk e kam personale. Unë kam 2 pasaporta të huaja në xhep. Kam një pasaportë italiane që shkojnë në gjithë Europën, jetojnë në gjithë Europën, dhe kam një pasaportë amerikane. Unë në atë mikron time i kam zgjidhur çështjen e ku do jetoj. Do thuash ti po atëherë çfarë ke? Se e thon shqiptarët, hajde nisu merr avionin edhe ik. Unë do ikë dhe do vi siç më do qefi, sepse unë nuk po ha nga bukën e askujt këtu. Unë po ha bukën time. As po ha me taksat e qytetarëve shqiptar. As po i lë qytetarët shqiptar pa rrugë dhe pa ujë, as po i lë qytetarët shqiptar pa shëndetësi dhe pa arsim, as po u mbyll dyert e botës dhe nuk po bëj asnjë gjë nga këto. Unë kam ardhur këtu sepse besoj në një gjë që është më e madhe se unë, sigurisht. Unë nuk kam ardhur këtu që erdha unë tani do ta bëj Shqipërinë unë fush me lule sepse nuk e kam atë fuqi. Jam një person i vetëm, por sigurisht që çdo gjë fillon, ndryshimi fillon me hapa të vegjël dhe pastaj bëhet i madh.